Përshëndetje gjithëve, mirë se erdhët në episodin e radhës të Glowcast. Unë jam Edita Hyseni, farmaciste dhe specialiste e shkencave kozmetike. Episodin e sotme do t'ja kushtojmë shëndetit të zemrës. Edhe pse në opinion ekziston ideja që kanceri është shkaktari kryesor i vdekshmërisë së njerëzve nëpër botë, në fakt sipas OPSH-s shkaktari numër 1 i të gjitha vdekjeve në botë janë sëmundjet e zemrës. Për këtë arsye, sot episodin e plot do t'ja kushtojmë vetëm këtij probleme. Për me bisedu ma gjërësish për shëndetin e zemrës, sot kemi të ftuar kirurgun torakal, doktor Arben Kojqiqin. Doktor, mirë se erdhe në Glowcast. Është shumë kënaqësi që e ke pranuar ftesën për mua me qenë sonte këto dhe besoj që kemi me diskutu për shumë gjëra që janë në interes publikut. Mas pari kisha pas dëshirë me ditë cili është dallimi në mes të kardiologut, kirurgut torakal edhe kardiokirurgut. Edhe ku lidhen këto të ria? Dallimin mes në fakt, kardiologu dhe kardiokirurgu mirën me trajtimin e sëmundjeve të zemrës. Kirurgu torakal më tepër mirët me trajtimin e sëmundjeve të mushkërisë ose gjitha organeve të tjera që janë brenda kutisë, brenda krahërorit. Tek kardiologu dhe kardiokirurgu, pastaj popullata e ka shumë vështirë kanë me bë dallimin. Dhe në qëtë mendojnë që kur i thu dikujt që je kardiokirurg, marrin telefon ose vinë për vizita për matje tensioni, për shkrim të medikamenteve të ilaçeve këto. Kardiokirurgu domethënë mirët më tepër me trajtimin invaziv të zemrës, të sëmundjeve të zemrës, operacione të mëdha. Kardiologjia pastaj është më tepër lëndë interne, që mirët me sëmundjet e tjera, por pa përfshirjen invazive përveç ndërhyrjeve me stentime që bën. Kom pas përshtypjen që me zhvillimin e teknologjisë dhe shkencës të viteve të fundit, problemet e zemrës janë shumë studiume dhe shumë lehtë zgjidhshme. Po mas disa kërkimeve, pashtë sipas OPSH-s, zemra është shkaktari kryesor i vdekshmërisë të vdekjeve në krejt botën. Pse po ndodh kjo kur në fakt në anën tjetër po zhvillohet shumë? Fiks është e vërtetë, në fakt ja kalon edhe kancereve, sëmundjet e zemrës. Edhe sa më shumë që zhvillohet mjekësia, as më shumë kuptohet pastaj edhe sëmundja e zemrës. Edhe shkaktarët që që i shkaktojnë këto probleme të sëmundjeve të zemrës. Zhvillimi i mjekësisë do bën më të lehtë ose zhvillimi i pjesës së shkencës së kardiologjisë ose kardiokirurgjisë bën më të lehtë ndoshta trajtimin e tyre sëmundjeve, po jo eliminimin e tyre. Faktorët janë ndryshëm asaj, të vëllu prej faktorëve gjenetik, që janë faktorë të cilët ne nuk mundi me i largu. Domethënë lindin me ato probleme, me ato predispozita me pas probleme sëmundjeve të zemrës dhe këto nuk largohen. Faktorët e tjerë pastaj që ndikojnë që mund të eliminohen, mund të evitohen, janë dohani për shembull, dieta, ushqimi, sheqernat, yndyrnat. Këto janë gjëra që i eliminon njeriu. Me pas pak vullnet i eliminon. Stresi lën një rol shumë të madh, por që edhe kjo është vështirë neli. Më kanë ditën e sot më kujetojnë ne me 101 probleme, po jo të ne i fund Kosovë, po plas globalisht, atëre problemet e stresit dhe më dhenjë të pa nuk eliminohen, është shumë e vështirë me kontrolu. Këto probleme që i përmendet, që hynë edhe në grupin e këtyre që konsiderohen si lifestyle drugs, ku hynë edhe duhani, cigarja, vape, këto që kanë altreat, alkooli, kafja, sa ndikojnë këto në shëndetin e zemrës e të mushkërive në përgjithësi, sidomos trendi i ri që është vaping, se kjo po promovohet shumë si alternative sigur ndaj cigares, që në fakt nuk është. E di që s'ka ala shumë studime të gjata, po përvoja ju i deri tash. Vërtet, gjitha këto që i përmendaj ka një efekt tek problemet e zemrës. Tek sëmundjet e zemrës, po tek sëmundjet e mushkërisë. Dakor? Këto të vapet ashtu po flitet ashtu po thuhet. Nuk jam fan i asnjëres si as tjetrës. Dakor? Personalisht nuk është që kam studiu diçka dhe me shiku direkt cili është, por faktet që po tregojnë studimet, ato që ka janë bërë deri tash, po thuaj se efektet janë të njëjta. Nuk është vaping më mirë se sa cigaria ose se sa ato tjerat, substancat. Dhe dëmtimi i tyre shkakton dëmtimi i tyre ndodh tek stresat e mbrëmshme të arterëve, tek qelizat për shembull. Dhe aty është efekti i substancave toksike që ndodhen. Alkooli, normal që alkooli pastaj varet se çfarë pin. Alkooli i fortë, domethënë këto konjak këto që kanë përqindje të lartë të alkoolit, këto bëjnë më tepër dëmtimin e muskujve të zemrës. Shkollë të kardiomiopatit. Velna të ndryshme për shembull në sasi të moderume janë goxha të mira. A ka sasi të shëndetshme të alkoolit? Patjetër që ka sasi të shëndetshme.
Gjithçka është e shëndetshme nëse përdoret me kufizim. Çka do që përdoret me abuzim, asani është shnillë që të ushqimi. Me qenë se ke jetu edhe ke punu në shumë vende ndryshme të botës, kush kanë qenë pacientat më të padisiplinum, në kuptimin që si përmbahen terapis, nuk shkojnë në rregull te mjeku, a në shajon krejt njëjtë? Jo, nuk jam krejt njëjtë. Okay. Në Angli, për shembull, ku kam punu me vite të tëra, problemet më të mëdha ose që thonë kështu të padisiplinumit më të mëdha kanë qenë minoritarët. Domethënë anglezët si anglez ose niveli pak më i zhvilluar i anglezëve, ata janë shumë të rregull, shumë të disiplinuar me terapi me çdo gjë. Stresat të ulta pasaj të shoqërisë janë gjithmonë ato problematike. Afroaziatikët janë një lloj kanë të njëjtat probleme, arabët kanë të njëjtat probleme. Edhe në Kosovë pothuajse është e njëjta situatë. Sa më e lartë që është shkalla sociale e njerëzve ose të edukuar, të shkolluar, atëherë më lehtë i marrin edhe i përcjellin këto udhëzimet ose rekomandimet e mjekut të terapinë. Sa ma tulljen pastaj ka ignorancë të mjaftueshme që ka t'i thu bëja këto ose bëja ato ose prap, vardën me të njëjtin trend. Madje marrin që kur të kryhet një terapi ose marrin një trajtim ose një operacion ose diçka, pastaj mendoj që ka bojnë gjithçka. Në fakt ata për ata vinë që të eliminohen shumë ilaçe, shumë gjëra që s'kan mund t'i bojnë përpara, por prapse duhet me pas një kujdes, nuk mundesh të shkosh në abuzim. Të vazhdosh një të njëjtë dhe të presësh rezultate fenomenale. Mua janë fascinon që zhvijnë pacientat në banatore edhe nuk ju kujtohet doza e barit edhe më thot, po s'ka lidhje ama njënën cila është më e mirë. Ose kur thamun që nuk është e drejta me ndru një bari kronik, vetëm mjeku që të ka nën monitorim e din çka është e sakta për ty, se nuk është e njëjtë nuk është si antibiotikun që pak a shumë i jap në të njëjtën dozë secilit person. Banat kronike janë çështje tjetër dhe kërkojnë monitorim të vazhdueshëm, e kanë autobusin pa pare, se shumica aty janë pensionera, kanë kontrollin pa pare, domethënë nuk është çështje e kostos, se më herët kam menuar që ndoshta as po i rrin gati për shkak të pareve, po nuk është çështja aq shumë të koste, as shumica atyre bojnë shpenzime që në muaj janë shumë më të mëdha se barma. Fiks, nuk besoj që është çështje financiare ndikon tek ta se çfarë ilaç në më marr, çfarë bana marr, dhe sa ndjek. Ose ndoshta kjo gjëra si i marrëm ne diçka hajtë se nuk është problem, domethënë ditës së ditë ka gjë, domethënë hajtë se nuk është më rëndësishme. Kur i thonë pacientave mbas operacionit të mbar, për shembull, më marr ilaçet në rregull, hollus të gjakut vjen fjala, mbas operacionit të bypass trans. Ose mbas ndrimit të valvula, kjo valvula mekanike dhe hollus të gjakut do të qenë të rregull, nuk guxojmë me lyp me to. Edhe e marrin disi sikur hajtë nuk ka asgjë, nuk ndodh diçka, sepse del ndoshta një komshi atje thotë më, unë se 2-3 ditë se ka marr s'është bonot. Dhe vazhdoj me të njëjtin ritëm. Ka shumë pacienta që nuk kanë asnjë ide për smundjen e tyre. Nuk din asgjë për smundjen e tyre. Edhe pse din që kanë atë. Leximin më të vogël ose një orin interesin më të vogël me ditë se çfarë problemi kanë edhe si zgjidhet ai problem. Për ilaçe edhe më pak. Janë të rralla ata që i din ilaçet me emër, këto të marr këto. Janë shumë të rrallë, minimal. Për numrit më të pasë nga insulin. Besimin e kanë një numër i madh, kanë besim. Ato i thu merr këto, e merr ato. Del dikush tjetër, jap një mendim tjetër, e ndron pak për problemin. Kemi pas pacientë që i kanë eliminuar hollus të gjakut sepse ashtu ja ka marrë mendje, se ashtu i ka thënë dikush mos më rri në gjakut dhe janë kthyer në spital pastaj ose kanë qenë në vizita diku jashtë dhe janë paraqitur në spital atje me valvula të bllokuara, me freza të bllokuara dhe është dashur më fut në operacion urgjencë. Vetëm se ashtu ja ka dhënë mendje që ka marrë mjaftueshëm dhe s'ka nevojë më, domethënë. Na kemi mësuar që prej moshës 40 vjeçare duhet me fillu me u përdor aspirini, patën simptoma. A vlen hala kjo edhe çysh me i dallu pacientët që ndoshta kanë probleme me koagulim gjakut? Jo, nuk vlen, nuk është patjetër. Nuk është mirë asnjë ilaç. Çfarë do të qoftë ai? Nëse nuk ke ndonjë rekomandim nga mjeku ose nëse nuk ke ndonjë faktor rreziku për smundje të zemrës.
Marr aspirin nga mosha 40 vjeçare vetëm se hajt ta marr, nuk është normale, sepse edhe aspirina pak a shumë i ka edhe ato efektet e veta anësore. Nuk ka ilaç sot në market ose në qarkullin në botë që nuk e ka ndonjë efekt negativ, po u marr me kohë të gjatë. Kështu që nuk është. Nëse ekziston një predispozite familjare, për shembull, për sëmundje të zemrës, ose për yndyrna, ose për diabet, ose për ato, janë disa faktorë të rrezikut që mund të ushqajtë se një aspirin ndoshta ndihmon. Ose kur bën analiza dhe ke ndonjë indicie të vogël që mund të kesh probleme, atë mund të rekomandohet aspirina. Po vetëm ta marr se më krym punë nuk është e rekomandueshme. Historia familjare është një faktor risku që tregon që mundesh me pas probleme me sistemin kardiovaskular. A preferon kontrollat rutinore dhe prej cilës moshë nëse po? Prej moshës 40 vjeçare pastaj rekomandohen kontrollat rutinore. Janë të pakta ata që bëhen. Veç kur hyjnë punë të në kompani që ta kërkojnë patjetër, për ndryshe nuk ka shans. Edhe ato kontrollat që bëhen kur hyjnë për kompani janë... A je mirë. Janë me të drejtën janë shkele se nuk janë askull. I kam përjetu disa herë. Kështu që tash... E vërtetë. Realitetin ajo që ka ndodhur, se s'mund t'ja bëjmë kështu vera se gjithçka është perfekte. Nuk është perfekte. Domethënë kontrollat janë shumë sipërfaqësore ato të kompanive. Patjetër që rekomandohet çdo person mbi moshën 40 vjeçare të paktën një herë në vit të bëj kontrolla të rregullta të zemrës, e që nuk janë të shumta me të drejtën, as nuk janë të shumta, edhe nëse bëhen në privat nuk janë të kushtueshme, në shtet pastaj edhe atje nuk e di ja kanë ndonjë çmim apo s'kan, por megjithatë nuk janë asgjë kundra asaj që çka secili nga ne shpenzon kot çdo ditë. Një elektrokardiogram, një eko e zemrës, një röntgen i mushkëlive dhe disa analiza të thjeshta të gjakut nuk kushtojnë asgjë në krahasim me çka shpenzojmë çdo ditë ne. Kështu që ato janë të mirë se ardhuna dhe duhet të bëhen, sepse çka do që kapet më herët, çfarë do problemi, çfarë do shqetësimi. Trajtimi i tij është shumë i lehtë sesa kur vijmë me 100.000 probleme që vijnë tek na për shkak. Vetëm kur binë tamam si thuhet, kur shtrihen tokë atëre vrapojnë spital, por pastaj kostat janë shumë të larta. Nëse arrin të shpëtojnë pastaj se a mundet me pas një person probleme të mëdha ose serioze, po pa simptoma? Mundet. Të sëmundjet e zemrës për shembull, pacientët me diabet që janë mund të kenë probleme serioze me arteriet e zemrës. Edhe zakonisht nuk ndjejnë dhimbje këta pacientë. Mund të psojnë edhe infarkt edhe nuk ndjejnë dhimbje. Dhe këta pacientë rrezikojnë shumë pastaj. Dhe nëse nuk bën kontroll, normal që këta paraqiten në spital në gjendje shumë të rënda. Ka pacientë që kanë probleme të mjaftueshme edhe me valvulat e zemrës për shembull. Tek insuficiencia valvula ose se ndjen popull që do të mjeku po të rrjedh valvula ose ngushtimet e tyre. Edhe këto janë sëmundje që fillojnë në një moshë të caktuar, zhvillohen gradualisht, fillojnë të japin shqetësime të vogla, që zakonisht secili nga ne i injoron, dhe nuk paraqitet e mjeku dhe pastaj paraqitet vetëm kur të vinë ato fazat e fundit. Kështu që unë ka sëmundje që mendon që gjithçka është në rregull, po nuk janë. A ju kujtohet për afërsisht sa operacione i keni kryer gjatë karrierës? Jo, po janë me mira. Me mira, a ka një element që e kam pas të përbashkët shumica e atyre pacientave? Secili pacient edhe tash, më thonë, bën nga viti 2000, në që kam filluar 2002 me operacionet zemrës, bëjnë 23 vite. Secili pacient është shahmbet, se thuhet. Do të thonë, ka faktorët e vet rrezikut, është ndryshe. Çdo pacient, çdo trup, çdo zemër reagon ndryshe nga njëra tjetra. Normal që sëmundjet dhe ndërhyrjet më të shpeshta janë këto të bypassit të koronarëve, pastaj të valvulave. Por që për mua çdo operacion është i ri. Unik. Ndryshe, po është unik, sepse ato që ka pretë një pacient mund të mos ndodhen njëjta të ky.
jo detyrimisht fatmirësisht shumica e tyre domethënë kalojnë 98% kalojnë shumë mirë. Por që s'do të thotë që ai 99 ose 100 të jetë një lloj. Kështu që Çfarë ndjenjë është me vdek pacienti? Se unë ju thash në ditë shpionë kisha lënë punën s'kisha shku më kur. Ose kur humb një ekip futbolli, thash s'kisha mujt me përballu dhe unë s'kisha shku më në punë. Është shumë jo profesionale kjo, që po thonë, ne, po përballohet sepse trajnohesh për ata fillon prej universitetit, prej fakultetit mjekësisë kur shkon ballavaçohesh me persona të vdekur. Domethënë qysh kur fillon me mësua anatominë shef që dikush ka vdek ka një problem. Edhe pak a shumë mësohesh më të bësh imun, por nuk do të thotë që s'ka ndjeshmëri. Edhe normal që sidomos në kirurgji ose në kirurgji të zamrës për shembull, që është po flas tash për Angli, për Britaninë e Madhe dhe për shumë vende të Evropës, është kirurgjia pothuajse më studiuara që ekziston në botë. Domethënë studimet më të mëdha, publikimet më të mëdha që ndodhin në botë ndodhin në kirurgji të zamrës. Dhe në kardiologji. Po ashtu, domethënë zamra është ajo që është më studiuara në botë, në gjithçka, domethënë deri në detajet më të mëdha. Dhe përkundër kësaj, jo gjithmonë pacientët shfutojnë. E mira është që ndoshta nga gjitha këto studime rezultatet janë fenomenale në Evropë për shembull. Ka 100 nëse operohen me çfarë do rrezikshmërie që kanë, dikon 2 deri në 5% janë vdekshmëri. Domethënë 95% 95 shpëtojnë. Por edhe ai që vdes është një humbje e madhe. Okej, familjarët e përjetojnë ndryshe, por ti si mjek e përjeton komplet ndryshe, sepse nuk ekziston ndonjë kirurg sot që ka dëshirë me vdek në një pacient. Dhe në fakt rezultatet maten mund nga këto. Dhe studimet bëhen mund nga këto raste. Se nëse ty për shembull si kirurg, që thash në Britani secili kirurg ka listën e, domethënë rezultatet e tij janë obligative të publikohen, atëherë nëse ty nga 100 pacient të vdesin mbi 10 pacient, është problematika pastaj ajo. Do thonë ka të bëjë me doktorin jo me rastet. Ka dyshime direkt. Patjetër. Do të thonë kirurgjia është e tillë që gjithçka varet nga shumica e rasteve varet nga kirurgu. Dhe nga ekipa e kirurgut, do të thonë nga pjesa operatore, nga pjesa postoperatore, pastaj reanimacioni dhe aty varet gjithë cilësia ose aftësitë e asaj ekipe për të menaxhuar problemet e zemrës. Nuk është një lloj si të operosh në një vend ose nga një kirurg me një eksperiencë të madhe si një nga që ka dalë tani, domethënë ato. Por ndash po kthehemi te ajo që humbja e pacientit është shumë e madhe. Dhe nëse ty humb 5-6 pacientë atëherë s'ja vlen, domethënë do të stoposh dhe të analizosh vetë se pse po ndodhin këto. Cilat janë shenjat tipike që tregojnë që një person ka filluar me pas probleme me zemër? Zakonisht të problemet ose me dhimbje, me lodhje, plagështi, pacientat në moshë, edhe pse tash po fillojnë me ndryshu, domethënë edhe moshat e të reja nuk është s'po kanë probleme me zemrën. Por flasim për pacientat në moshë për shembull, që deri dje nëse kanë mund me ecë nga 2-3 kilometër dhe pastaj çdo ditë ose çdo javë fillojnë të ulin atë kapacitetin e këtij eforti fizik, ngjitja e shkallëve për shembull nëse fillon të jap probleme lodhje ose mbushje fryme, atëherë janë shenjat e para që ti duhet të kontrollosh, duhet të shkosh tek një kardiolog. Edhe kur fillojnë dhimbjet, pastaj ajo fillon një fazë më avancuar. Qysh me dallu dhimbja në shtrëngimin e zakonshëm gjokse dhe shtrëngimin? Dallohen shumë le dallohen. Smundjet e dhimbjet e zemrës janë zakonisht dhimbjet e zemrës së para nuk dalin, nuk shfaqen kur personi është në qetësi, domethënë është në rehatin e vet. Ato zakonisht ndodhin mbas ndonjë sforcimi, mbas ndonjë eforti, mbas ndonjë lodhje, atë fillojnë sepse sa më shumë që njeriu
punon ose ka ndonjë aktivitet fizik, aq më shumë edhe nevoja e trupit për oksigjen dhe për gjak rritet. Dhe as më shumë që zemra rrit frekuencën dhe nevojën për qarkullim të gjakut, sepse ashtu e don gjithë trupi, e që edhe zemra ka nevojë për të njëjtën sasi të oksigjenit dhe më të madhe, në krahasim me organet e tjera përveç trupit. Atëherë normal që kur ka probleme me koronare dhe ajo ndjen dhe aty pastaj fillojnë shqetësimet. Kur jenë në kohë të qetë ose kështu, domethënë rrallë herë pacientët kanë probleme me dhimbje ose me diçka. Zakonisht gjatë ndonjë pune, ndonjë eforti fillon me bë punë dhe ato pse filloj po kam shtrëngim si ndrydhje, si therrje, si domethënë. Ato janë shenjat, por zakonisht ato janë goxha të avancuara më së miri. A ka shenja që Për ata duhet bëhen kontrollet më shpesh. Lëkura tregon ai shenjë kur ka probleme me zemrën? Jo, lëkura nuk tregon kur ka probleme me zemër, më tepër janë këto problemet për shembull ndonjë infekcion të valvula ose endokardit ose infekcione të tilla kur shfaqen shenja nëpër gishtrinë, ose nëpër sy për shembull. E di që në shumicën e operacioneve ose në gjitha nuk lejohet me i pas thoj të lymë kur hin në operacion, se përveç që janë aparatura atë, mjekët e shohin edhe ndryshimin e ngjyrës thonjve. Çka tregon nëse ndron ngjyra? Të paktën kur lindin e di që thonë mos me i pas thoj të lymë. Se na duhet me pa për ndron ngjyra thojve. A ka të bëj këtë diçka me oksigjen ajo? Jo. Tash na në po mendon pacientët kur lyjnë, se na nuk e lyjmë. Pacientët. Na nuk e lyjmë thojt. Jo, pacientët. Ne nuk e lyjmë thojt. Pacientët me të drejtën nuk është që jo me aparatura, i monitoroni. Nuk është që më ka interesuar ndonjëherë ai kanë thojt të lyjmë apo si kanë thojt të lyjmë fare. Të paktën kur shkojnë me lindje. Normal që për shembull kur vendoset pulsoximetri për shembull dhe mbatet saturimi i oksigjenit në që bëhet tek pacientët që monitorohen në gisht, thonë normal që nuk e lejojnë, nuk e pengojnë ai lloku atë ngjyrat, e pengojnë funksionimin korrekt të oksigjenatorit, të kësaj të pulsoximetrit. Por jo diçka tjetër që duhet më shikojë edhe me pas çfarë probleme ka. E kom pas ka ditë vetëm një paciente që tha e mati tensionin çdo ditë 20 herë brenda ditës. Qysh është mënyra e saktë me marrë tensionin edhe në çfarë orari, se 20 herë për ditë absolutisht nuk duhet. Po duket është më tepër fiksim, edhe sa më shumë që marr tensionin pastaj është më keq. Sepse është një ngarkesë psiqike që ja bën vetit kot. Nuk zgjidh asnjë problem, por kundrazi vetëm sa shqetëson veten dhe sa më shumë që shqetësos vet, është më tepër edhe zemra reagon. Zemra reagon ndaj çfarëdo shqetësimi, çfarëdo stresi. Si me frekuencë, si me tension. Kështu që nuk ja vlen personalisht vetë nuk e moti tensionin çdo ditë. Ndoshta një herë në javë, një muaj. Ka 2-3 muaj që vetë nuk e moti tensionin. Por ata që kanë probleme me tension, ata mirësh ta masin, domethënë 2-3 herë brenda ditës, 2 deri në 3 herë, jo më tepër. Dhe ato në jo orare të fiksuara. Nuk mund ta matësh tensionin çdo ditë në ora 8 mëngjesi, sepse është edhe ai refleks më sa ai psikologjik që ndikon se janë ora 8 moti tensionin dhe 2-3 herë brenda ditës, ato për një periudhë, një javore, 2 javore, kur fillojnë të marrin ilaçe që me pas se sa po reagojnë ilaçet tek tension. Në moment që stabilizohen tensionet me ilaçet, me terapinë që ka filluar pacienti dhe brenda një javë ka më stabile, pastaj ti s'ke nevojë me marr tensionin çdo ditë. Domethënë është e kot, është stresuese dhe ty pengon jetën normale për shembull. Një pensionar që është 70 vjeç rrin çdo ditë në shtëpi, ai ka kohë edhe me marr tensionin edhe 10 herë, 20 herë, se s'ka çfarë bën diçka tjetër. Nëse vërtet ashtu ja thot truri, po një njerëz që është aktiv për shembull shkon punë, sonë me tensionin çdo gjysmore ose çdo dy orë se ashtu po ta thot mendja. Nuk ja blen. A ka mënyrë të saktë ose të gabuar me marrë tensionin, ose me mbaj dorën, duhet ose a ka lidhje me ushqimin, me marrë para ushqimit, pas ushqimit, s'ka rëndësi. As dorën që e mbajnë. Ja, dora marrë normal, pozitën normale, nëse i ulë, domethënë dora shtrirë, vetë mansheta në krah dhe marrë tensionin, domethënë jo lart, jo poshtë, jo anash. Te na shumica e pacientëve kanë bindjen që aparatet digjitale nuk janë sakta, edhe hala mendojnë që nëse i ke vendosur stetoskopin është e saktë,
Edhe kjo nuk është që unë personalisht nuk njeh kur gjë nëse e mati me stetoskop, për shembull, e kam shumë vështirë se nuk e njeh, kur jam shumë më e sigurt me aparat digital. Tash aparatet digjitale janë bukur të sakta, normal që me manchet është më sakt, Është më saktë. sepse Pse unë nuk njeh kur gjë atë? tash ndoshta S'kam shans me dëgju nuk e ke fillimin ushtru vesh Ka mjaftueshëm, mundsi. nuk e di. Pse nuk më di, por që me manchet është më sakt. Zakonisht edhe pacientat për shembull që kanë aparate elektronike dhe që masin, mirë është ta masin edhe me ato, por pastaj ashtu kështu këta pacient po thuaj se një herë në 3 javë ose një herë në muaj kanë më shku te kardiologu dhe atëherë mund të verifikohet, domethënë matje që i ka bërë me aparatin elektronik me atë që ka bën tek mjeku në spital me manchet, sepse zakonisht spital nuk ka aparate elektronike, nuk e masin me manchet. Dhe aty e din pastaj se sa është i besueshëm ky aparat. Por përgjithësi janë të mira, janë komode, nuk ke nevojë për dikë tjetër me stresu ka, domethënë me vetë. Kështu që dhe nëse ke dyshime, pastaj shkon te kardiologu dhe ma atension ose te mjeku i familjes, kur e ke afër dikën. A është kjo burnout një prej faktorëve që e rrit rrezikun për probleme me zemrën, se tash krejt njerëzit punojnë më shumë se sa që është orari, nuk ka kështu 8 orë gjumë, 8 orë punë, 8 orë familje. Shumica njerëzve punojnë më shumë se 8 orë, kanë ky fenomeni burnout që po tash kështu po Nuk e di me thënë drejtën, ndoshta në Kosovë ky fenomen s'ekziston hiç, se s'besoj që po punojnë njerëzit shumë, me thënë drejtën. Me sa e shoh unë, ndoshta 8 orë sillen nëpër vendet punës, po gjysma e punës shkon nëpër. Ama mend i kanë që u dash me punë. Po mend, ndoshta ajo pjesa psikologjike se janë punë 8 orë, po që nuk është, ndoshta për perëndim po, sepse atje tamam bëhet punë 8 orë. Te ne po më duket më tepër është ajo ngarkesa se ku më dal ka më shku çka më bëj, se sa punë efektive 8 orë nuk besoj që në Kosovë i bën dikush. Besoj. Po shpresoj që t'i bojnë, po E gjumi janë ndikon nëse nuk bën 8 orë gjumë. po që tash mos bëhemi kështu edhe normal që edhe ato fenomeni burnout patjetër që ndikon, sepse është rrit nivelin edhe të stresit. Çdo punë, çfarëdo pune që bëhet edhe ajo ka atë nivelin e stresit, ka atë nivelin e presionit të përgjithësisë. Sado që mund nga pamajtë se s'është asgjë. Kështu që gjitha këto ndikojnë. A janë rritë rastet e problemeve me zemrën e moshat e reja viteve të fundit? Vitet të fundit po, kemi has shumë pacienta për shembull që vinë edhe në moshën 30 vjeçare me probleme koronare. Tani janë faktorë gjenetik, patjetër që janë faktorë gjenetik. Janë edhe persona abuzues të substancave të ndryshme, patjetër që janë edhe persona abuzues të substancave të ndryshme. Dhe këto ndikojnë pastaj në shfaqjen e këtyre problemeve. Cili është Po pacienti? nuk është më ajo tendenca që ka qenë përpara, sa ajo farë si thuhet ai farë ideja që ishte mbi 50 vjeç, 60 vjeç ke probleme me zemër, 40 vjeç, 30 vjeç nuk ke probleme me zemër, më thonë nuk po ekziston më, sepse edhe pacientat 30 vjeçar po vinë. Më i riu ka qenë po më duket 26 vjeçar që ka pas probleme me koronare në arteriet e zemrës. Mund të jenë edhe defekte gjenetike, ka arteri probleme koronare të lindura, por ky më duket ka qenë një rast që ka pas ngushtimet koronare, kaq. 26 vjeç, domethënë. Ndoshta zakonisht vije prej ose abuzimit ose. Aktiviteti fizik shumë i rëndësishëm për me mbajtë zemrën në formë, po a ka overtraining ose a mundet me u tepru njeri me ushtrime fizike që me bo kundër efekt, me shkaktu probleme zemrës, që nështë as ka qenë që atë fazë? Aktiviteti fizik më rekomandohet gjithmonë për smundjet të zemrës, domethënë për probleme, për çdo person. Normal që kur ke problemet, kur ke smundje të zemrës, ai duhet të kufizohet pastaj. Që ta mbajë se zemrën në shëndosh, duhet bësh aktivitete fizike, sport e këto. Tek sportistat normal që zemra zhvillohet më tepër, se duhet forcë më tepër. Frekuenca e zemrës është më ulët sepse ashtu ndikon po flas për sportistat e performancës, tek futbollistët, tek peshqëricit për shembull, tek ata po flas. Se tek
popullatën normale që shkon një orë fitness, domethënë nuk është që ndikon diçka të madhe. Ajo pjesa e kardio sa mundet mu tepru, se kanë herë me të njëri pa frimë. Nuk besoj që tepru, se nuk lën zemra vetë. Okay. Nuk lën zemra vetë me tepru ato. Mbas një ore kardio për shembull fillon pastaj lodhesh vetë, kështu që nuk Okay, s'mund të tepru. Është aq mirë sinkronizuar me punën e zemrës, sa që është vështirë me tepru, me thonë tepruva edhe e lodha zemrën. Se nuk lën. Kur ka probleme, normal që automatikisht ndalën vetë, edhe pacientat që vinë bojnë këto stres testin të ne për shembull, se aty e shohim e bojnë zemrën në punë, në stres, ndalojnë pas 2-3 minuta o 5 minuta fillojnë të shfaqen probleme, sepse zemra son tash më herët sa më shumë që ka sforcë fizike, as më shpejt fillon të ra dhe konsumi kërkesa pastaj e zemrës për oksigjen rritet dhe fillojnë problemet. Dhe ndalon. Kështu që nëse dikur bën kardio gjysmore një orë në një fitness, s'ka kurfar problemi, domethënë zemra ja lejon ato, sepse është një zemër e shëndosh që i përballon ato. Dhe nuk mundesh me lodh, s'ke si e lodh. Kur preferohet stres testi? Zakonisht stres testi preferohet tek pacientat që i kanë këto shqetësime dhe nuk janë tipike për sëmundjet e zemrës. Domethënë dhimbje të ndryshme që as vetë nuk din t'i shpjegojnë, probleme me frymarrje, lodhje. Atëherë patjetër që ekzaminimet janë shkallë dhe nuk mund të shkosh te ajo më agresivja, ose te gold standard miniherë kam probleme me zemrën, do të vit bëj koronografi për shembull, se nuk është normale, është teknikë, është ekzaminim invaziv që sado kudo i ka dhe rreziqet e veta, nuk është gjithçka perfekte 100%. Kështu që zakonisht pacientët vinë, bëjnë ndonjë eko të zemrës, bëjnë EKG, holtera për ritëm të zemrës, bëjnë analizat e gjakut, bëjnë enzimet, shohin nëse ka bujë zemra apo jo, bëhet stres testi pastaj që të forcohet zemra dhe të shihet çfarë reagimi po bën tension ose në frekuencë, dhe nëse këto dalin pozitiv dhe janë indikator që vërtet ka ndonjë problem me koronare, atëherë shkohet me metodën. Edhe ato pastaj varësisht prej mosha mund të shkohet edhe me CT angiogram, me calcium score, që më bën matjen e sasisë së kalciumit nëpër artere, që janë shumë të sakta, dhe që zakonisht rekomandohet gjithmonë sepse janë jo invazive, dhe kur ato dalin vlerat e larta të calcium score, atë shkohet për koronografi. Koronografia është gold standard, domethënë në diagnostikimin e sëmundjeve koronare. Por që edhe është një metodë që e ka rrezikun e vet. Nuk është një metodë që po futemi me tela aty dhe s'ka kurfar rrezik. Se rreziku fillon nga arteria radiale ose nga arteria femorale ku bëhet punktimi deri tek zemra. Kështu që për ata kjo është e fundit në vazhdimin e ekzaminimeve që duhet ti ndjek ndonjë pacient. Nganjëherë duken shumë, por që këto janë që bëhen gjithë botën, dhe ajo çfarë bëhet gjithë botën bëhet edhe këtu. A ka ndonjë kundër efekt stres testi? A mund të mendon ndonjë problem gjatë? Patjetër, po stres testi nuk rekomandohet te çdo pacient. Dakor, nëse ti dyshon që pacienti ka ndonjë problem ose ka pasur ndonjë infarkt në analiza, ti nuk mundesh me vendos pacientin në stres test. Për ata bëhen ekzaminimet paraprakët të gjitha para se ta vendosh dikun në stres test. Se ty pacienti vjen me dhimbje të forta, me shtrëngime, edhe ka troponinën në enzimet e larta, ti nuk mundesh me vu atë në stres test, sepse i bën infarktin e dytë aty, nëse veç ka pas një infarkt në shtëpi. Ose pacientat me ngushtime të theksume severe, të rënda të valvulave, nuk mundesh me vendos në stres test, sepse automatikisht mbas 1 minuti i shkakton ndonjë infarkt aty. Për ata bëhet një eko e zemrës, për ata bëhet një EKG, bëhen troponinat, enzimet që të shohin dhe pastaj bën diferencën stres testin. Jo se cili që të vjen doktor du ta bëjë një stres test, nuk i ndëgjohet çeki pacientit me të drejtën. Kur vjen puna tek ekzaminimit. Sëmundjet kronike zakonisht janë multidisiplinare dhe rrallë është një pacient që ka veç një sëmundje. Në rastet, tash na dimë që kalcifikimi i arterieve jam e gjakut është problematik. Po nëse një person ka probleme edhe me osteoporozë ku nevojitet marrja në sasi të madhe e kalciumit, tash cilës me i dhon prioritet? Jo, janë ndryshme këto. Po nuk kanë të bëjë çështja e osteoporozës për shembull me problemet e zemrës dhe të kalciumit.
Janë komplet diçka të Do ndryshme. të thonë nëse merr sasi të madhe me suplemente, kalcium, nuk e rrit rrezikun për kalcifikim të Jo, gjakut. nuk e rrit, se pacientët që marrin suplement kalcium për osteoporoz do të thotë detyrimisht që do të bëjnë probleme me zemra. Se ka shumë pacientë që kanë probleme dhe kalcifikime në arteret koronare, po eshtrat i kanë kockën e kanë si qelik, si hekur. Nuk kanë bëj me ato. Pastaj osteoporoza shfaqet në mosha shumë të avancuara që nuk. Po ndikimi i Hashimoto's të zemra. A është predispozit me pas probleme me zemrën? I kujt? Hashimoto's. Problemet e tiroidës gjithmonë i kanë ndikimin në zemër, sepse janë hormona. Domethënë zemra funksionimi i zemrës është kompleks dhe ndikohet patjetër edhe nga gjëndra tiroide. Rrit frekuencën e zemrës, ul frekuencën e zemrës, padosh rregullimit të hormonave tiroide ose më të larta ose më të ulta, dhe në rastin e Hashimoto's që janë më të ulta, normal që edhe ndikon edhe tek funksionimi i zemrës. Më tepër mirët te ajo pjesa e ritmit të zemrës, jo tek ndikimi tek koronarët, vjen fjala. Meqense hormonet, domethënë kanë ndikim pi bjen që edhe në menopauzë shtohet rreziku për probleme me zemrën? Të femrat menopauzë? Rritë, domethënë do të minaj gati pak më shumë. Është, domethënë janë studime aq shumë të bëra për problemet e zemrës në mosha të ndryshme, që normal që edhe tek femrat mbas menopauzës, për shembull, rritet përqindja e smundjeve tek femrat dhe te mashkullt barazohet. Nëse frekuenca e smundjeve të zemrës tek mashkullt është më e lartë në moshën 50 vjeçare për shembull, mbi moshën 50 vjeçare kjo fillon të barazohet pastaj. Dhe te femrat janë më të mbrojtura gjatë kohës së menopauzës. Qysh e vendosni, qysh e merrni vendimin a me vendos stenta a me bo bypass? Kjo është një luftë e vjetër. Në problemi më i madh në fakt në trajtimin e smundjeve të koronareve ekziston këtu. Ky është një fenomen që ekziston në gjithë botën, edhe pse këto probleme që janë tani tek ne në botë ka mbi 20-30 vite që janë zgjidhur, tek ne fatkeqësisht vazhdon ende. E zgjidh ligji a e vendos mjeku? Jo, e zgjidhin rregullat. Okej. E zgjidhin protokollet ndërkombëtare, e zgjidhin vendimet ekipore të mjekëve, po në fund e zgjidh dhe ligj. Tek ne shumica nuk funksionojnë, dhe pastaj ngelet në dorën e secilit mjek personalisht të vendosë atë. Dhe vendimet nuk janë gjithmonë të mira. Dhe në fakt në shumicën e raste janë shumë të rënda. Rekomandimet janë shumë të qarta kur pacientët kanë nevojë për stentime dhe kur kanë nevojë për operacione. Sikur të ndiqeshin këto protokolle dhe kishte qenë më mirë edhe për pacientin, edhe për përgjithësi për sistemin shëndetësor. Por ja që nuk zgjidhen. Pacientat e ri, diabetik, me numër të madh të artereve koronare të prekura nga kalcifikimet, me trunkun komun të majt të prekur nga kalcifikimi, nuk guxojnë të stentohen. Nuk bën të stentohen. Fatkeqësisht kjo nuk ndodh në Kosovë. Është çështje përfitime. Dhe vendosen stenta, si thuhet, majtas e djathtas pa numër, nga 4, nga 5, nga 6, nga 7, domethënë komplet mënyrë të abuzuese. Okay. Dhe patjetër që është tek përfitimi. Stenta është trupi huaj edhe ka afat skadence. Kështu që jo, afat skadence në moment që vendosen trup nuk kanë. Nuk kanë afat skadence, por është e vërtetë që stenti është një trup i huaj dhe patjetër që qerizat e njeriut reagojnë si në çdo trup të huaj. Do thotë vendosja stentave nuk është një diçka perfekte. Është shumë e mirë që ekzistojnë, domethënë është një metodë për trajtimin e smundjeve koronare shumë efikase, është perfekte, por ka rregulla të caktuara ku duhet bëhet ajo dhe nuk mundesh me abuzu me këto. Sepse sikur përdorshin, sikur të shfrytëzoheshin ose sikur të respektoheshin këto protokolle, është mrekulli, sepse ashtu vendoset, ashtu bëhet në gjithë Evropën.
Gjithë bota vendos stenta, gjithë Evropa vendos stenta. Po nuk mund të vendosësh ti stenta për shembull në një artere 4-5 stenta. S'është normale. Nuk mund të vendosësh një pacient 7 stenta, 8 stenta, domethënë është komplet abuzuese. Këtu pastaj nuk respektohen as protokollet, nuk respektohet as shkenca, as mjekësia dhe nuk respektohet as ligji. Dhe nuk ekziston një sistem që ta mbikëqyr këtë, që ta kontrolloj këtë. Dhe kjo është fatkeqësi në Kosovë. Që ndodh. Jo në Kosovë dhe në Shqipëri. Është e njëjti standard edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Ne tentojmë sa të mundemi të paktën aty ku punojmë me ekipin e kardiologëve që të bashkëpunojmë dhe që koronografit kur bëhen të ketë një ekip e përbashkët e cila vendos se cili është trajtimi i duhur. Dhe ajo duhet të ekzistojë në çdo spital. Vendimi ekipor, jo individual. Vendimi ekipor, ashtu si ndodh gjithë Evropën, çdo spital në Evropë ka një heart team, ku është kardiologu dhe kardiokirurgu aty, 1-2, dhe ata vendosin në bazë të koronografisë se ky pacient a duhet të stentohet apo duhet të operohet. Është e pamundur që në Evropë të vendosen stenta jashtë protokolleve. Nuk do të thotë se s'ka ndonjë rast se s'vendosen, se atje ka lloj-lloj kardiologësh, por që janë më të kontrolluara. Kompanitë e sigurimit kontrollojnë. Shteti kontrollon. Sepse ato paguajnë. Tash ne këtu mundohemi që të mbajmë sa më tepër këtë vendimet përbashkëta, që pacientët aty kur vendi të stentohet të bëhet stentimi, sepse është perfekt. Stentimi është perfekt për shembull tek një pacient që vjen me një infarkt akut urgjent dhe që është shpëtim jete. Domethënë ti e hap arterin që është mbyll dhe ajo artere nga momenti i infarktit deri tek intervenimi nuk duhet të kalojë mbi 60 minuta, maksimumi 90 minuta që të ketë efekt, dhe ti nëse brenda 60 minutave arrin me vendos një stent dhe me shpëtu jetën atij pacienti, ajo është një mrekulli. Është perfekte, rekomandohet gjithë botën, do të bëhet gjithë botën. Por pastaj kur vendoset ai stent, bëhet një analizë gjithë artereve të tjera. Dhe nëse arteret e tjera janë të shumta me probleme të zemrës, atëherë thirret ekipa dhe vendoset atë vazhdohet me ndonjë stent tjetër apo ky pacient duhet kalojë pastaj tek operacioni. Dhe këtu pastaj çalojnë ato problemet ndalen, sepse në shumë raste pastaj vazhdohet me 3-4-5 stenta dhe kjo pastaj është e tepërt. Kështu që këto duhet të rregullohen dhe besoj që është çështje kohe, sepse njëta probleme tash kanë qenë edhe në Evropë para 20-30 viteve dhe janë rregulluar. Arteria kryesore e majt për shembull, konsiderohet arteria e jetës. Nuk bën stentohet. A stentohet, a? Patjetër që stentohet, dhe stentohet më të madhe. Fatkeqësisht stentohet më të madhe. Është një artere që ti vendos një stent që ndoshta në rastin më të mirë mbas 7-8 viteve prap kimë ndërhy. Ndërkaq një arterie që ne vendosëm përmes bypassit, që është arterie vetë të pacientit, ai edhe mbas 30 viteve është e hapur. A duhet të bypassi me intervenu prap? Dhe është, po tash nëse një pacient i ti vendos në moshën 50-60 vjeçare në arterie, cila 30 vjet jeton, ai pacient bën 90 vite dhe mbas 90 viteve nëse ati ngushtohet, atëherë ti ke një hapësirë prap me stent më shku me ndërhy. Por nëse ti arterien kryesore të zemrës, që konsiderohet që është arteria e jetës, që mban jetë pacientin, nëse ti asaj arterie vendos 4-5 stenta dhe e bën hekur, ku do bësh bypass mbas 10 viteve, kur të mbyllen ata stenta për shembull. Do të thotë ke shkatërruar një pacient komplet. Dhe këtu rregullat janë shumë qarta, domethënë këtu duhet probleme që kusht mirët me këto gjëra. A ju pengon mos funksionimi i sistemit informativ shëndetësor në punën e juaj të përditshme, fakti që si keni krijt ndoshta informatat për një person, për një pacient që ka ashtu përdorur, çka ka kalu. Patjetër. Këto janë gjëra që kishte qenë dashur rregullohen nga Ministria e Shëndetësisë. Shumë vite më herët, jo tani, tani është
ftojnë prap më mirë vonë se kurrë, po jemi aq mbrapa vendeve të tjera sa që është e pa, domethënë. Ende nuk jemi të vetëdijshëm se sa mbrapa jemi me këto gjëra, sepse ty të vinë pacientat pa kurfar, domethënë pa kurfar libreze, pa kurfar rregull, domethënë në sistemin e vjetër e ka pas një librezë shëndetësore se cili pacient ku ti ke pas disa shënime atë çka ke marr. Sot nuk ka askush, nuk din askush, domethënë ti vijnë pacientët me 100 letra të 100 spitaleve, 5-6 spitale private brenda dhe jashtë vendit, në çfarë do gjuhë, domethënë një kaos komplet dhe ti fillon nga zero. Një numër i madh atyre nuk tregojnë edhe të kaluamën e tyre mjekësore. Edhe tek kur fillojnë të kenë ndonjë komplikim bie fjala mbas operacionit në reanimacion ose në repart, atëherë thonë, doktor, po ka pasur këtë problem para 10 viteve. Ka pasur këtë sëmundje para 10 viteve. Po ta kesh një sistem informatik ku çdo pacient në momentin nga lindja që futën gjitha dhanat mënyrë elektrike dhe vaksinimi i këtyre pacientëve si është bërë. Dhe deri tek moshat kur ata shfaqen për shembull me probleme këtë rast të zemrës, atëherë ti e ke një kronologji, e ke një CV të pacientit, një CV shëndetësor të këtij pacienti dhe ti e din çka pret dhe planifikimet janë ndryshme pastaj edhe për ndërhyrje. Se jo të gjithë pacientët për shembull duhet të operohen ose duhet të vendosen stenta. Varet nga një e kaluar e tyre për shembull. Po këto mungojnë dhe pastaj shumë gjëra duhet fillojnë nga fillimi, duhet ju besosh që të thonë po që gjithçka kjo është ajo që këta kanë kalu, që zakonisht në Evropë nuk ekziston, sepse vinë shumë, po flasim për pacientët që janë rezidentë atje, se për atje në Evropë nëse vjen dikush nga India apo nga Pakistani dhe nuk e din çka ka pas ai atje. Edhe ata kanë të njëjtin mentalitet. A bëhet transplanti i zemrës në Kosovë? Jo. A ka shansa me bo sëntat më në afër? Patjetër që ka shanse me bo, sikur të ekzistonte një vullnet institucioneve shëndetësore, mas pari i qeverisë, i parlamentit, sepse duhet një ligj specifik për që lihen transplantin e zemrës. Duke pa mentalitetin ton, duke pa se si është shoqëria, nuk besoj që 5 vitet o 10 vitet dashme bëhet. Dhe të pas vullnet kogja të fort, dhe të pas një kulturë ndryshe të menduarit edhe të shoqërisë që të bëhet transplanti. Staf a kemi mjaftueshëm përgatitën për transplant? Jo, nuk ka staf. Sepse ju keni punuar dhe jashtë Kosovës, po nëse në Kosovë s'ka ndodhur deri sot, i bën që ata që kanë punuar në Kosovë nuk kanë ndodhur në Kosovë, ata që janë trajnuar në Kosovë nuk kanë eksperiencë fare. Unë kam bërë transplantin e parë të zemrës në 2011 në Cambridge. Edhe të zemrës edhe të mushkrive, edhe çdo gjë pothuajse në kirurgjinë e zemrës, po që në Kosovë nuk mund t'i bësh sepse nuk. E para nuk e lejon ligji, e dyta stafi nuk është që nuk trajnohet pastaj se ke një vullnet të trajnohet stafi, patjetër. Çdo gjë që është në dorën e njeriu mund të bëhet. Por duhet vullnet, duhet një kulturë ndryshe të menduarit. Për transplant. Nëse vazhdojmë nëse edhe tek transplantet të hyet ajo se e kam të dajës apo kam të tezës apo dikuj, atëherë më mirë mos bëhet transplant se bëhet një kaos komplet. Bëhet tregtime organe. Bëhet kaos komplet. Kur është momenti që një pacient që po ka shqetësime shpejt me urgjencën, atë pret një shqetësim i zemrës me marrë kirrin me një familjar me shku deri në QKK. Të paktën për ta njerëz që jetojnë në Prishtinë, duhet patjetër se na e dim që kemi pak edhe në ambulanca, ndihma të shpejta. Dhe të kanë njerëz duhet me prit në rana, ata i marrin me prioritet. Tash tek disa probleme të zemrës edhe mund të shkohet në spital. Nga njerë ndoshta arrin shumë shpejt në spital. Sepse ashtu është zhvillu kjo shoqëria jonë. Hyp makinë dhe vrapon atje pavarësisht se çfarë gjendje është. Në Evropë nuk funksionon ashtu. Në Evropë ke probleme me zemër, rrin shtëpi, sjellën 3 ambulanca brenda 5 minuta o 10 minuta dhe vjen në shtëpi. Po kur vjen ambulanca në shtëpi, duhet jetë e përgatitur ambulanca në shtëpi. Sepse sistemi edhe këtu mungon sistemi i organizimit të ambulancave.
prej tirës së ambulancës, raportimi i saj, nisja dhe pajisja që vjen ambulanca. Nëse ty të vjen ambulanca vetëm me 2 infermier, pa kur farë aparaturë, pa kur farë mjeti, atëre ambulanca e kryen të njëjtin efekt të makinës private që fut pacientin në makinë dhe dërgon atje. Por sëmundjet e zemrës janë të ndryshme, janë specifike. Dhe ambulancat që shkojnë ta marrin një pacient të sëmundjes zemrës duhet të jenë një lloj reanimacioni në lëvizje. Që do thotë ai ekip që shkon ta marrë një pacient që ka telefonu për probleme të zemrës duhet të jetë gatshëm edhe ta intubojë atë pacient në shtëpi, në ambulancë. Duhet të jetë gatshëm ta defibrilojë atë pacient nëse bën fibrilacion zemra. Nëse ndalohet zemra, do të jetë gatshëm t'i bëjë masazh kardiake derisa të mbrinë spital, dhe ai nuk guxon të ndalohet derisa të mbrinë spital. Kështu që nuk është vetëm se atë po thras ambulancën, po vjen ambulanca me 2 veta se të njëjtën gjë, dhe pastaj këtu s'kan faj familjarët, të afërmit, sepse ndoshta tu ndëgju që erdhi ambulanca me dur në xhepa, më mirë e ka pacientin, e shtin makinë dhe e dërgon vet. Është i njëjti efekt. Dhe ne kemi pa shumë raste nëpër media janë dhënë që kur kanë shkuar ambulancat kanë shkuar bosh atje dhe pacientët kanë vdekur sepse s'kan pas kur farë aparaturë mjeti me veti me reanimuar atë pacient. Nëse bën një pacient fibrilacion në shtëpi dhe familjarët janë duke i bërë masazh dhe shkon ambulanca e merr prej aty të qenë në ambulancë dhe shkon në spital, ai është i vdekur. Ai ambulancë duhet të jetë e gatshme ta intuboj pacientin, ta defibrilon aty, t'i bëj masazh të gatshëm, të vazhdueshëm dhe të shkon në spital i gjallë pacienti. Dhe pastaj teknologjia në spital, ekipa e bën të mundur shpëtimin e jetës për shembull. E njëjta që ka ndodhur në Tiranë, po bie fjalë, madje edhe me figura publike në Tiranë, që bëjnë kardiak arrest aty dhe shkon në ambulancë dhe shkon i vdekur pacienti në spital. Pse? Sepse shkon me dur në xhepa. Dhe fatkeqësisht ambulancat tona nuk janë përgatitura për transport pacientëve, nuk janë as për safër, nuk e dinë se ekzistojnë 1 ose 2 që i kanë këtu. Pikërisht për këtë arsye thash për mos me bëu dhe mbi ngarkesë, sa unë kam përshtypjen që tena dhe shikullkoja është mbi ngarkuar se njerëzit shkojnë për probleme që nuk janë për shikullkë, shkojnë direkt aty. Po tash edhe ky është gabimi i sistemit shëndetësor. Ajo është terciare, nuk është. Këtu nuk e kanë fajin mjekët. Jo, e kam fjalën për edhe pacientët. Fatkeqësisht mjekët janë viktimë e një sistemi të mos them të lënë anash që nga pas lufta. Sepse fatkeqësisht me mjekësi gjithmonë mjekësia është lënë në dorë të gabuar. Dhe gjithmonë asnjëherë nuk ka ekzistuar vullneti që të bëhet mjekësia. Sepse përfitimet janë shumë të. Edhe normal që pastaj edhe ambulancat mund të ngarkuar, po edhe emergjenca e spitalit është shumë e ngarkuar me raste banale. Pse? Sepse sistemi ashtu u ka mundsuar qytetarëve që nga Peja, nga Prizreni, nga Gjakova po shkojnë QKK në emergjencë. Kur spitalet rajonale janë aty. Domethënë do të ketë rregulla. Nuk mund të shkosh për një gjë shumë të thjeshtë direkt te mjeku emergjencës, sepse emergjenca është një diçka ku aty o shpëton jetë, o shpëton pacienti, o vdes pacienti. Nuk është emergjenca të shkojë ta marr një infuzion se më janë mbyllur humtat. Dhe shkon ti e man mjekun aty në stres, ose e zën një krevat, një shtat për një infuzion që ti shkon e merr te mjeku i lagjës. Ose merr te spitali lokal ku e ki. Dhe fatkeqësisht kjo ndodhet te ne, sepse ashtu sistemi au ka mundsu dhe nuk ka një rregull të qartë ku ti nuk mund të hysh në urgjencë të QKK-s, ku është qendër universitare, ku do të vinë rastet më komplekse që të shkosh ti të marrësh një infuzion. Nuk ndodh asku në botë. Në banatore për shembull shumë problem kërkesat për nitroglicerinën. Që vijnë pacientët thonë, jo, mu vish me këto, a ki recetën? Jo, po unë e përdori, mu vish me këta më kalon.
Tash është problem edhe në banatore sepse disa rregulla i mbajnë, po edhe krejt me i mbajt ose do të me mbyll banatorën ose do të me mbajt gjithë. Edhe ai pacient nëse ti nuk jap nuk vjen më. Jo, nuk do të me mbyll banatorën. Në këtë gjendje, besom që po. Se ose këtë duhet gjendje, gjithë me zbatu rregullat, po po. nëse don si individ me mbajt banatorën me rregull, nuk ki shans. Po tash ne jemi para një situate ku o dojmë të ecim me trendin e shteteve evropiane civilizume, ose kthehemi mbrapa dhe i bashkangjitemi shteteve mos them afrikane, se ndoshta është tepër kështu nënçmuze, por shteteve të katërt atje të botës dhe pastaj jetojmë në ato. Nëse kemi një tendencë që duhet dhe kemi një aspirat që thojmë për 5 vite të futem Bashkimin Evropian nuk mund të futesh kaotik. As sistemi shëndetësor, domethënë deshëm do të ketë rregulla. Pavarësisht interesave të mëdha, interesave financiare të kompanive, të bizneseve, njerëzve. Nuk të lejon Evropa ty të futesh me një Meksi kaos. Është e pamundur, nuk guzon të futesh. Është një prej kritereve kryesore sepse po e shohim në Shqipëri tani çka ka ndodhur, domethënë janë gjëra që skeçare pa je i detyruar. Edhe tek banatorët nuk mund ti secili pacient shkon ose secili familjar shkon në banator thotë më hap ti mund një adrenalinë se du me marr adrenalinë. Ti në banator mund ta marrësh një paracetamol, dhe në rastin më të mirë një aspirinë. Dhe aty përfundon kaq. Dhe çdo gjë tjetër duhet të jetë rregulluar. Duhet të jetë me një raport mjekësor, duhet të jetë me një diagnozë sakt. Dhe kjo është. Por, fatkeqësisht ne, edhe këtu çalon prapë është sistemi shëndetësor, prapë çalon Ministria e Shëndetësisë dhe ka çalu gjithë kohën, dhe prapë çalon këtu, sepse nuk ka një rregull të sakt ku banatora nuk guxon të jap ilaçe pa recetë e para. Edhe pse për ne si qytetar të thjesht është shumë komforte, edhe për mua është shumë komforte. Po mos të isha mjek, të shkoj ta marr një antibiotik, marr këtë antibiotik se kjo më bën punë, është shumë komforte se sa shko te mjeku. Por interesi personal duhet largohet. Dhe interesi i një shoqërie të shëndetshme, i një shteti të shëndetshëm është që të ketë rregulla dhe të ketë disiplinë. Pastaj në një vend normal, edhe banatorët nuk do duhet të ishin çdo 10 metra. Jo, absolutisht. Çdo 50 metra. Domethënë është një lloj si pompat e benzinës. Domethënë është një kaos, është një shoqëri kaotike. Sepse nëse ti distancën me rregull si e ka gjithë bota e ke nga 1 kilometër e gjys 2 kilometër mes banatorëve, as funksionon. Dhe kjo është lehtësisht e arritshme. Problemi që nuk arrihet sepse tash janë interesat aq të mëdha. Miremi me gjëra shumë kota që nuk na interesojnë fare, nuk na çojnë përpara. Miremi ne me ato dhe nuk miremi me këto gjërat e tjera që të bëjnë të ndihesh krenar për vendin ku je. Na i kemi dikun rreth 1300 farmacista dhe i kemi dikun 1100 banatore. Ka farmacistë që nuk punojnë banatore heq, ka banatore që i ka 3-4, ka kompani që ka farmacist, të me thonë na shumicën e banatorëve i kemi pa farmacist, po ndrimin e dytë e kemi pa tjetër pa farmacist, 95%. Edhe ma një çfarë logjike ka me thonë që ti kur e licenson banatorin, ligji ta lejon ty mos me pas 2 farmacista, sepse ta kërkon një farmacist edhe një teknik. Automatikisht ai farmacisti s'ka më nejt pas me torë aty. Edhe pacientat paradite marrin shërbim nga farmacisti, pacientat mazite marrin shërbim prej teknikut farmacistë, kështu që tash edhe kjo është pjesa e asaj kaosit shëndetësor që ekziston në Kosovë. Banatorët pa farmacist funksionojnë me letra, me teknik. Në Evropë, kur shkon edhe merr një ilaç tek farmacisti, ashtu siç ta shpjegon mjeku, ta shpjegon dhe farmacisti ilaçin. Ti shpjegon madje nëse ka kohë të jap edhe indikacionet, edhe kundërindikacionet, edhe efektet anësore, edhe si me marrë, domethënë farmacisti është një gjysmë mjeku. Është mjek i atij ilaçi. Dakor? Dhe ti ndihesh i kompletuar kur ta merresh atë ilaç. Këtu shkon e lyp dhe fatkeqësisht shumë farmacias nuk di se
tapin ilaçin sepse lexon ato, po kaq po e bëre ndonjë pyetje nuk din përgjigjen sepse nuk janë ato. Kjo është një lloj sikur, po edhe këtu ligji është bërë mbas të interesave të mëdha të grupeve të caktuara. Është një lloj sikur tek spitalet. Te kardiologjia për shembull, ti nuk mund të funksionosh ta licencosh një spital që të bën kardiologji, që të ketë procedura invazive, pa pas reanimacion, pa pas kardiokirurg. Ka të në spitali pa reanimacion? Pa tjetër. Do të thotë dhe bën procedura të zemrës invazive. Nuk ekziston në botë kjo. Nuk guxon me ekzistu. Janë një shembull më tipik që është mirë që bëhen hapat për zhvillimin e spitaleve renale, po për shembull spitalin e kardiologjia në Prizren. Domethënë është 80 kilometra distanca. Dhe nga Prizreni deri këtu është 1 orë distancë. Dhe bëhet koronarografia. Mirë që bëhet. Është perfekt që bëhet. Sepse e ul ngarkesën në QKK. Por kur është bërë koronografia, ka që ndashtë me ndodhë në Prizren edhe për kardiokirurgji, edhe për kirurgjinë e zemrës. Nëse ti në Prizren vazhdon të bësh koronografi dhe që kanë rrezikun e ndërhyrjes, dhe mjafton nga ata 500 pacient njëri të komplikohet, ti atë pacient nga Prizreni nuk mund ta transferosh brenda 20 minuta në QKK që ai të futet në sallë të operacionit. Ai pacient është i vdekur. Domethënë, edhe kjo si thuhet është t'ia fillosh shtëpis nga kulmi. Shumë mirë që ke mendu për kulm. Por ti fillon themelin dhe fillon shtëpinë. Prizreni shumë mirë që ka koronografi, po do të mendohet edhe për kirurgji atëre. Sepse nuk bëhet koronografia ose nuk guxon të ekzistojë një spital ku bëhet koronografia nëse transporti nga ai spital tek pacienti është më tepër se 20 minuta. Nuk guxon të ndodhë. Kemi 1 orë gjysmë ose 2 orë. Ose të bësh tash koronografin në Leposaviç atje, vendosësh stenta dhe thu e kam kardiokirurgjin në Prishtinë se edhe sjell pacienti. Jo, më nuk e sjell pacientin në Prishtinë, se pacientin Mitrovic vdes. Se nuk arrin ta sjellësh. Po kjo është një kaos i sistemit shëndetësor, fatkeqësisht. Dhe që vardon që 25 vite, se nuk është tash që është bërë. A është e vërtetë se spitalet private kur komplikohet një pacient mandi e transferojnë në QKK? Jo. Pse ekziston në popull kjo Jo, nuk bindje është e vërtetë, është mashtrim. Okej. Është një mashtrim që u bët pacientëve për tendenca të caktuara. Nuk ka ndodhur asnjëherë nga 2013 që punoj edhe në Tiranë edhe në Kosovë. Po flas për pacientat e mi që të vinë me probleme të zemrës te unë, të komplikohen dhe të transferojnë jashtë. Sepse nëse unë nuk mund ta trajtoj, atëherë nuk ka shans ta trajtoj as Spitali i Shtetit, as Spitali i Maqedonisë, as i Shqipërisë, as një spital tjetër. Domethënë kjo është komplet një mashtrim që u bëhet pacientave për përfitime të caktuara, njerëzve të caktuar, sepse spitali privat edhe aty ku kam punuar, po edhe tani ku punoj, i ka të gjitha kapacitetet dhe shumë më të mira se spitali universitar, edhe me ekip, edhe me aftësi që ta menaxhoj çdo komplikacion që mund të ndodhë në spital. Nuk mund ta bëjmë transplantin e zemrës, por çdo gjë tjetër bëhet, e që fatkeqësisht në QKK s'kan shansa t'i bëjnë. Kështu që ti thuhet një pacienti që mos shkon në spital privat se kur komplikohesh të sjellin tek ne është komplet mashtrim. Po flas për operacionet të zemrës, po flas për operacionet që vijnë tek unë. A ndodhin në kirurgji të tjera? Po ndodhin dhe kanë ndodhur. Kanë ndodhur. Që janë për spitale private i kanë dërguar pastaj në shtet, sepse mjekët punojnë edhe atje edhe andej. Dhe kjo është pastaj ajo tregtia e rrezikshme. Dhe prap edhe këtu duhet të ketë një rregull, duhet të ketë një ndërhyrje. Por nëse kjo lejohet, atëherë nëse thash më herët,
Spitalet private janë institucione shëndetësore. Menaxhimi bëhet privat, është institucion shëndetësor publik. Nëse e shohim hollë. Menaxhimi bëhet privat, është patjetër. Në moment që hapet si spital, ai është spitali publikut, është spitali shtetit, është spital shtetëror. Menaxhimi është diçka tjetër, financat janë diçka tjetër. Po s'do të thotë pronari i spitalit që mbyll spitalin kur don, se nuk është dyqan. Domethënë hapja e spitalit ka një ligj dhe mbyllja e spitalit ka një ligj. Dhe ti ma ato si pronar, bie fjala e spitalit ti ma nuk e kontrollon ato. Të kontrollon Ministria e Shëndetësisë, do të thonë është spital që funksionoi me të njëjtat ligje si institucioni publik. Fatkeqësia në Kosovë që gjithmonë është krijuar ajo tendenca që spitalet private janë shikuar sikur spitalet serbisë. Më keq se spitalet serbisë. Sepse më me qef i dërgojnë pacientët në spitalet serbisë, se sa t'i thonë një pacienti shkon në spital privat në Kosovë, se aty e merr trajtimin. Dhe kjo është, me të drejtën, kjo është një mirim, pastaj, se ku kemi arrit një shoqëri. Spitalet private është një pasuri për shëndetësinë në Kosovë. Çdo gjë e avancume në kardiokirurgji ka filluar në spital privat. Madje edhe kardiokirurgjia për herë të parë në Kosovë ka filluar në spital privat. Përveç 2 raste kur janë bërë vitin 2004 nga një ekip gjermane, ku ka qenë edhe besniku vllau pjesë që janë bërë 2 raste në kardiokirurgji në spital të shtetit, po operacionet e para janë filluar privat. Operacionet më të komplekse të zemrës bëhen në privat. Më komplekse të zemrës bëhen në privat. Rastet më të vështira të kirurgjisë së zemrës bëhen në privat. Dhe tash këtë kjo përshtypja që ekziston është komplet e gabueshme. A do të funksionojnë në spitalet private me rregulla strikte? Patjetër që do të funksionojnë me rregulla strikte. Dhe patjetër nuk guxon të ketë abuzime këtu. Nuk mund të bësh kardiokirurgji ose neurokirurgji ose kirurgji komplekse abdominale nëse një spital nuk ka reanimacion. Nuk guxon të funksionojë spital. Nuk guxon t'i bësh të kirurgji të rënda, të mëdha, komplekse, ku spitali nuk ka mjek reanimator në bazë ku nuk ka mjek kujdestar në bazë ku nuk ka kardiolog në bazë Do të thonë, mirë që ka, po do të ketë rregulla. Do të thonë, ti nuk mund të qosh edhe hajtë se po bëj spital. Spital privat kanë bërë edhe unë. Po është një spital që i tejkalon spitalet e Ballkanit. Është spital i standardeve evropiane. Është diçka tjetër pastaj rrothanat. Probleme tjera. Në fakt në botë, spitali privat edhe universiteti privat janë privilegj. Edhe Harvardi është privat, nuk është shteti thjesht. Patjetër. Është privilegj, po të njëjta mendim është edhe për universitetet private edhe për spitalet private. Se mandej nuk po den kriteri sa apo zbatohet. Tash kriteret nuk zbatohen. Nuk zbatohet. Dakor, kriteret fatkeqësisht nuk zbatohen. Dhe kjo është vështirë me analizu, me të drejtën se si funksionojmë ne si shoqëri. Po shumë dëshpruese, po besoj që sa më shumë që afrohemi integrimeve në Bashkimin Evropian, aq më shumë do rregullohen, se me këto gjëra kaotike nuk futemi në Evropë ne. Dakor? Edhe Shqipëria kishte universitete private atë që shiste diploma brenda vitit. Por ja që u mbyllën gjitha, u zhdukën gjitha. Edhe në Kosovë do zhduken. Ose do rritet cilësia. Nuk mund të shkosh ti të marrësh diplomë në një universitet privat, të infermierisë bie fjala, po flasim për shëndetësisë, po flas për pjesë të tjera, të infermierisë dhe ti mbas 3 vite, 4 vite studim të vish dhe ti mos dish asgjë në mjekësi. Është e papranueshme. Por të ne tash funksionon si funksionojnë shumë gjëra, që nuk do duhet funksiononin. Besoj që do rregullohen, se nuk ka alternativë tjetër, nuk ka rrugë zgjidhje tjetër. Patjetër ata që dëshirojnë të kenë privat, shumë mirë që ka privat, sepse në fakt shtetin e mban privatin, shteti funksionon nga privati, bëhet gjallë nga privati. Kështu që por
Edhe privati duhet mendojnë për standardet larta. Për një diçka që tjetë krenar edhe ai. Nëse jap diku një diplomë, me atë diplomë kur der ai student në Evropë, të përfaqëson diçka. Kështu që shpresojmë që por duhet insistohet nga qeta. Kjo është problemi. Çfarë ndjenjë është me punu me vëllezërit? A është ma lehtë kur punon me kolegë që nuk janë vëllezërit e tua, kur punon me vëllezërit? Jo, është më lehtë kur punon me vëllezërit, patjetër. Okay. Patjetër, sepse ne kemi punu 3 së bashku, të gjithë kemi studiuar jashtë, të gjithë kemi specializuar jashtë, të gjithë kemi pasur pothuajse të njëjtat të njëjtat trendet të edukimit, të trajnimit, qendra më të mira të Evropës. Kështu që, domethënë, besimi është komplet ndryshe. Domethënë, çfarë bën ai e di paraprakisht unë se si çka ka ndërmend bëj. Kështu që është komplet ndryshe, patjetër. Dhe rezultati janë ato që janë rezultate, pra ata kemi pas rezultatet më të mira jo në Ballkan, por edhe përtej Ballkanit. Pse në kohën kur krejt mjekët po dalin jashtë, ju jeni kthy këtu? A është edhe kjo patriotizëm? Jo, Okay. jo, nuk është patriotizëm Se fare. unë them që patriotizëm thosh vetëm shkruaj. Jo, me është thënë edhe me pagu taksa, edhe me... jo, fix. Patriotizëm nuk është ashtu si e marrin ta patriotizëm me rre gjoks, se kush është më i fortë. Patriotizëm në Amerikë është ashtje tek Treasury Building në New York. Patriot është ai që pagun taksat. Ma kupton? Ai është patrioti më i madh. Se nëse ti vija taksat dhe del thu jam patriot, atë s'ka të bëjë fare. Unë ne nuk jemi këty në Kosovë me të drejtën hajtë se po bëjmë patriotizëm. Kështu të madh. Jemi këty mund ta përkthesh si dush, jemi këty që ta hapim edhe një atë kontributin ton pa dalë themi se ja sa patriot jemi ne. Më tepër jemi këty se jemi pas një obligim që të kthehemi. Tash qëndrimi im pse është këtu lidhet me shumë gjëra, pastaj. Personalisht po mos të kishin qenë disa gjëra me trendet që është ka merr dhe që po vazhdon shëndetësia në Kosovë, do të kisha dalë edhe unë. Sepse është si temë është më tepër është humbje kohe këtu. Fatkesisht nuk po shoh kur farë ndryshimi, nuk po shoh kur farë perspektive për ta, fatkesisht. Edhe pse besoj që do të ketë, se është e pamundur mos me pas, po që ashtu si po shoh është shumë dëshpruese. Është shumë dëshpruese. Unë kam projektet e tjera që lidhen më së pari me spitalin tim, që do të zgjidhet, dhe ai më mban Kosovë. Për ndryshe edhe unë nuk do të kisha qëndruar. Sepse sa do që mundohesh të bësh mirë, ki shumë pengesa. Ki shumë pengesa që janë të dëmshme, janë të qëllimshme. Pengesa të qëllimshme. Është shumë pengese madhe, për shembull, shumë ofenduese, kur i thuhet për shembull aty të pacientit që i tha që po shkove në spital privat, komplikuar dhe të cilin të ne, te kush ta dërgoj? Te kush? Unë për shembull, një pacient kirurgji zemrës, te cili mjek spital të shtetit ta dërgoj? Që mund t'ja bëjë zgjidhjen. Skandaloz. Unë këto avëm kuptu ma shumë që shumë mjek e largojnë përgjegjësinë prej vetës. Dhe këto janë gjëra, jo nuk e largojnë përgjegjësinë askush. Ata që largojnë përgjegjësisë, ata nuk janë të kompletuar si mjek. Dhe aty pastaj duhet shikohet pse si ka arritur ai ashtu. Po ndodhet ndonjëherë tani. Ndodh. Për ata unë edhe në disa shkrime që kam bërë kur ka pas raste kështu të komplikuara, jam habitur që një pacient trajtohet në QKK po një kirurgji tjetër dhe që ju komplikohet rasti
dhe të njëjtin komplikim ka mundësi ta zgjidhë edhe një kirurg i përgjithshëm që punon në spital privat ose një kirurg shqiptar që vjen nga Gjermania dhe punon këtu në spital. Dhe ai kirurg shqiptar nuk ftohet që kur ta shkon ta zgjidh rastin, por pacienti fëmiu mirët dhe qohet në Maqedoni, ku shteti paguan 20-30.000 euro, ku familjarët dalin dhe bëjnë apel dhe i ngushtojnë të gjithë shoqërinë e vunë siklet, sepse mentaliteti i asaj strukture që ekziston në spital të shtetit nuk e lejon që ta fton këtë kolegun nga spitali privat ose nga Gjermania që të shkon dhe ta trajton atë pacient në spital aty. Dhe kjo është dëshpruese. Kjo është dëshpruese dhe këto gjëra të bëjnë pastaj të mendosh tu po pse a ja vlen të vazhdohet kështu. Ky mentalitet. Është shumë dëshpruese kur ky që është i specializuar, i trajnuar, ose ai tjetri që vjen nga Gjermania ose nga Anglia, nuk ftohen dhe pacienti më lehtë mirët trajtim jashtë vendit. Pse? Është komplikuar. Po mirë, para se të futesh në sallë të operacionit pacientin duhet t'i mendosh edhe komplikimet. Dhe nëse nuk je gjendje të zgjidhësh ato komplikime, atë s'ke nevojë ta bësh pacientin. Dhe aty përfundon gjithçka. Unë nuk mund të futem në operacion me një pacient kur e di që nuk mund t'i trajtoj ato komplikime. Dhe nëse ndodh komplikimi ja çoj dikun tjetër, jo nuk e çon. Nuk duhet, nuk guxon ta të shkosh. Se duhet ta zgjidhësh vetë komplikimin, ose të paktën duhet ta njoftosh pacientin, duhet ta njoftosh edhe familjarën që po mund ndodhin këto komplikime dhe kjo është rreziku i operacionit. Dhe nëse ndodhen në zamër 3 nuk mund t'i vendosi se s'ma len shteti. Dhe është edhe mosha që s'ta len në zemrën e re. Dhe kaq është normale. Mbas kirurgjisë zemrës është normal që pacienti mund të vdek. Kam vdek edhe në Londër, edhe në Oxford, kam vdek edhe tu. Por janë raste nëse vdek në spital këtu, i njëjti pacient do të vdesë edhe në Londër. Se asa tjeni 60 vjeçari nuk i bëhet transplant i zemrës. Këto janë ndryshimet. Por jo, po e vendosi këtu në operacion, po kam nevojë, mundet ky kolegu me makry, po s'po e thras këto për inati dhe po e dërgoj në Maqedoni ose në Turqi ose dikun ku. Pastaj abuzimet me pacienta shqiptar kanë qenë skandaloze. Dhe këtu e din gjithë. Fatkeqësisht smir nuk kam masa. Nuk e dija është dënu dikush edhe pse e di që është publike kështu një herë afera e stendave, po dënimet nuk e dija i kanë marrë. Mora, afera stendave është diçka tjetër pastaj. Është komplet diçka tjetër, një diçka që është diskutuar, është mbyllur, nuk po drejtë as ja vlen të mirët njeriu me atë, sepse nga secili gabim edhe mirët një mësim. Ideja është mos të vazhdohet me të njëjtat gabime që janë bërë, se ato janë gjëra të shkume. Problemi më i madh është tek lëvizja e pacientëve që shërimin e gjejnë brenda Kosovës. Dhe kjo më shqetëson shumë. Rregullat janë shumë të thjeshta, nëse një pacient nuk mund të trajtohet në QKK, nuk mund të trajtohet në institucionet private të Kosovës, që janë institucione shëndetësore të Kosovës. Kë privat nuk është i servis, as nuk është i... Nuk janë armiq. Nuk janë armiq. Këta mjek janë shtetas të Kosovës, paguajnë taksa më tepër se personeli në QKK. Atëherë është diçka tjetër. Por fatkeqësisht pacient që nuk mund për shumë arsye ndryshme nuk operohen në QKK, drejtohen për trajtim jashtë vendi. Dhe nuk trajtohen pse ja dëshirojnë të mirën pacientit. Fare, për këtë jam i bindur, 90% rasteve. Trajtohen për interesa të ngushta. Dhe kjo pastaj është ajo që më shqetëson mua. Atëherë pse të qëndrojnë për shembull në Kosovë të operojnë? Për çka? Kur sistemi shëndetësor i Kosovës, kur institucionet shëndetësore në Kosovës më injorojnë mua dhe dërgojnë pacientin në Maqedoni. Sepse kanë interesa të veta. Jo mua.
edhe tjertë, edhe kolegët e tjera. Kjo është ofenduese. Dhe kjo i bën mjekt pastaj që ti ikun nga Kosova. Sepse ti nuk vlerësosh. Unë personalisht kom heq dorë prej farmacisë kryesisht, jam veç përkohësisht e kyçur, kom kalu në estetik. Shumë mirë kjo po. Kam edhe shumë kolegë të tjerë, po unë nuk e njoh për momentin asnjë farmacistë që është i lumtur, edhe sa që e takojmë një person tri që don më shumë farmaci, na e shoh që reagojmë instinktivisht mos gabo. Edhe mandej them ndoshta po gabojmë, po në anën tjetër nëse na të gjithë heqim dorë, kujt më jalon dorë? Ndoshta po mendoj kanë ndoshta po tregojmë na adopt që ku ja ushojmë rrugën se s'duhet më ja ushoj rrugën. Është e vërtetë. Edhe pse është e mundëmshme është, po të shkon jeta mandej tu marr. Po kjo krejt problemi këtu është. Ne për shembull në 2000 kur ishte Covid në 2020, para Covidit kishëm për disa arsye që ndodhen në qendrën në Kadikërgji në QKK, u vetë ofruam vullnetarisht me Fatosin, vllaun, të bëjmë operacione në QKK pa lek, pa shpenzime, pa pagesë, pa kur far interesi, zero interes. Edhe drejtoria atëhershme na bëri marrëveshje, shumë mirë, shumë bashkëpunues. Dhe filluam t'i kryejmë disa operacione. Operacione të komplikuara të zamrës. Dhe pastaj mbas pandemisë, normal ndryshoi situata, ndryshojnë shumë gjëra. Dhe pastaj mbas asaj kohe refuzuam ta bëjmë kontratën prapë. Pse? Sepse jo s'kemi nevojë për punë vullnetare, duhet t'i paguajmë. Po s'du pagesë, unë du t'jap kontributin tim ashtu si unë mendoj që mund t'jap kontributin tim. Dhe nëse duhet ta bëj pa pagesë, bëj pa pagesë. Si i detyruar të paguash. Por qëllimet i kishin ata dikun tjetër. Okej. Nuk e vazhdom me ato. Para 2 viteve kam pas edhe një marrëveshje me QKK-n që u bë për një rast, për një pacient komplikuar që ishte aty, që shkuam si ekip me Fatosin dhe me pjesën tjetër dhe operuam në QKK, dhe fatmirësisht pacienti është gjallë, jetë normale komplet. Po edhe ajo u rregullu sepse ashtu rrodhën gjërat. Nga poshtë e lart, nga gjithë ato do rregullohen. Dhe interesi pastaj mungon. Dakor? Dhe normal që ajo që thati nuk është mirë t'i kesh dorë dhe t'ju lohat, sepse edhe ajo është shumë e vërtetë. Por duhet ta kesh edhe mbështetjen nëse nuk e ki mbështetjen e institucioneve ose strukturave t'ulta, duhet ta kesh mbështetjen e strukturave të larta, që të cesh përpara. Kote keni mbështetjet e strukturave të ulta, për shembull kur ato të lartat nxjerrin problem. Nxjerrin pengesa. Atëherë si do më vazhdon? Se strukturat e ulta i rregullon pastaj kur e ke mbështetjen më lart. Se hierarkia ashtu vjen. Nga lart poshtë. Por këtu mungon gjithkund. Kjo dëshirë, ky vullnet. Dhe një lloj është edhe tek pjesa e farmacisë. Edhe është shumë e mirë, shumë e nevojshme, por që nëse nuk e kemi mbështetjen, atëherë është shumë vështirë. Atëherë me një lule nuk qel pranvera pastaj. Në fund ditës mbjetesa është instinkti më i fuqishëm i njeriut dhe nuk mundesh me anash kalu. Prandaj pastaj njerëzit demoralizohen, njerëzit fillojnë mendojnë ndryshe, besa edhe tikun. Vërtet. Edhe sepse të gjitha janë këto gjëra që ty në jetën e përditshme të pengojnë dhe ti nuk mund t'i tolerosh më. Ndryshim nuk mund të bësh sepse je i vetëm. Je i vetëm as. Doktor, çka është broken heart syndrome? A e mbështet shkenca, a nuk e mbështet, se e kom pa që shumë mjek në botë e mërshin si të mirë qenë, edhe që po kjo ekziston, edhe unë kam qenë pak skeptike. Ndoshta me ndërlidh indirekt me stresin, okay, po çysh është në realiteti? Nuk e kam menduar asnjëherë.
Okej. Nuk i kam menduar asnjëherë, Dhe më thonë nuk vdes njëri prej zamrës tyme. nuk e kam analizuar se tash ai është pjesa psikologjike pastaj asaj zamrës tyme. Okej. Vin pacientët më kanë ndodhur kjo më thy zamër. Okay. Po nuk kam ndonjë shpjegim të madh shkencor tam që. Okej. Doktor Barnat antilipidemike janë pjesë e terapisë, po thuj se shumicës njerëzve që kanë probleme kardiovaskulare. Ndërprerja atyre është goxha problematike, duhet me shumë një rregull. Tena shumë shkojnë i bojnë analizën, edhe shohin që të e mbajnë në kontroll edhe në rregull e ka menalin vetë. Ata nuk e mendojnë që e kinë rregull pse jetu e përdor barin, edhe që është një problem shumë i madh që neve farmacistat nuk na marrin shumë parasysh se thonë ju veç po doni me shit. Kështu që cili është mesazhi juaj për këto ndërprerjet e barnave pa konsult? Barnat nuk guxojnë të ndërprehen. Është e vërtet që kemi edhe ne shumë probleme tash me hulluz të gjakut. Po. Jo vetëm ata, edhe me medikamentet kundër yndyrnave. Dhe sepse i ndërprejnë nuk i kupton askush. Nëse edhe ju themi ne gjithmonë pacientave që analizat kur janë të mira janë sepse je duke marrë këto ilaçe. Dhe në moment që i ndal ilaçe, normal që tensioni shkon lart, yndyrnat rriten, domethënë filloj rregullimet prap. Diabeti shkon lart. Dhe nuk mund t'i ndalosh ilaçet më njëherë. Po ja që i ndodhin. Rekomandimi im është që në moment që pacienti ka yndyrat e larta, se ashtu ne i fillojmë edhe terapinë. Domethënë e para është një dietë më strikte, pa yndyrna, dhe ai përcillet një kohë, dhe mbas 2-3 muajsh nëse ti prapë vazhdon të kesh yndyrna të larta, fillohet me terapi. Dhe mbas 3 muajsh nëse me terapi yndyrnat janë komplet normale, atë ti s'do të thotë që janë rregulluar ato nga vetvetja, janë rregulluar nga efekti i ilaçeve. Dhe ato ilaçe nuk guxojnë të ndërpriten asnjëherë. Patjetër që disa nga familje të ndryshme të ilaçeve të yndyrnave edhe mund të shkaktojnë ndonjë simptom, ndonjë problem tjetër, dhimbje muskulare, ku diun. Por edhe ato ka rregull. E eliminon atë ilaç dhe merr edhe mjeku të jap ilaç tjetër, po jo ta marrësh ti. Se si dur sepse ka marrë një komshi aty i ka ndihmu ose ka marrë tezja ose halla dhe ja po e marrun se nuk është ilaçet kur shkruhen, ilaçet janë për atë pacient, për atë patologji, për atë funksion të zamrës, për atë histori mjekësore, për ato komplekse. Dhe nuk mundesh ça marrun ti marrë gjithë shoqëria pastaj të njëjtat ilaçe. Kështu që ndërprerja e ilaçeve nuk guxon të ndodhë në mënyrë vullnetare pa një rekomandim të mjekut. Sepse prap pasojat janë shumë më të larta kur e trajton diçka se sa kur e parandalon. Dhe kostet janë më të larta. A i preferoni suplementet? Si rregull ja. Jo. Si rregull ja. Po si shtesë e terapisë? Mbështetje? A bën edhe pa to? Unë për veti nuk përdor asnjë suplement, kështu nuk rekomandohen këto elektrolitet, kalcium, magnez, kalium, nganjëherë, po jo suplementet proteina ose si gjëra. Që janë në market. A parandalohen sëmundjet e zamrës? A mundesh me thonë që ke bu një jetë shëndetshme, një stil tjetër shumë shëndetshëm edhe që s'ka me të ndodhë? E zvoglon është atë probabilitetin? Po? Jo, nuk i ndalon. Nuk e largon. Nuk i ndalon. Fatkeqësisht kemi pas edhe pacient që kanë qenë ushtarak ose polic, që kanë një dietë të rregullt, kanë ushtrime fizike, i bëjnë të gjeta, prap kanë ardhur me probleme të zamrës. Me probleme koronare, me probleme të valvulave. Kështu që mund ta ulësh rrezikun e këtyre sëmundjeve, por të thush që unë po bëj këto dhe s'do kem probleme me zemrën, jo, nuk do. Doktor, faleminderit shumë që ke pranuar ftesën me qenë sot me ne. Ishte shumë kënaqësi për mua, unë i pata 1 milion pyetje, po pendaloj këtu. Besoj që do të shihemi prapë, por mos më zgjat shumë, edhe faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit dhe juve. Faleminderit gjithë juve që ishit me ne edhe në këtë episod të radhës të Glowcast. Deri në episodin e radhës, shëndet për ju dhe familjen tuaj. Ky podcast mundësohet nga Aster Cosmetics, Bora Pharmacy, Collagen Superdose, Eptaderm, Italmed, Luna Farm, Organic, Shëndeti dhe Mirëqenia.